A e ke ditëlindjen në maj apo një dikë që e ka? Ky muaj i mrekullueshëm i mbushur me ngjyra, aroma dhe jetë sjell me vete njerëz të veçantë që shpesh lënë gjurmë kudo që shkojnë. Të lindurit në maj janë një përzierje e rradhë e forcës, ëmbëlsisë, të vendosur, kokëfort por dhe të dashur. Në këtë video do të zbulojmë fakte interesante, tipare të fshehura të personalitetit dhe çfarë i bën këta njerëz kaq të veçantë dhe të paharrueshëm. Je gati të zbulosh sekretet e muajit maj? Le të nisim. Personat e lindur në muajin maj i përkasin dy shenjave të horoskopit. Demi, 21 prill, 20 maj, këta janë njerëz praktik, të durueshëm, të qëndrueshëm dhe shumë besnik. Ata vlerësojnë bukurinë, komoditetin dhe janë të lidhur fort me natyrën dhe ndjenjat e tyre. Dy binjakët, nga 21 maj deri 20 qershor, të lindurit në fund të majit janë të shenjës binjak. Janë komunikues, kurioz, plot energji dhe shumë mendje hapur. Janë të zgjuar dhe përshtaten shpejt në çdo situatë. Por të gjithë këto kanë 10 karakteristika të përbashkëta që do t'i rëndisim më poshtë. Le të fillojmë me radhë. Janë jashtëzakonisht me fat. Personat e lindur në muajin maj shpesh përshkruhen si njerëz që ecin me fatin për dore. Nuk është se punojnë shumë për atë që duan, por duket sikur universi ka gjithmonë një mënyrë për t'u lehtësuar rrugën. Një derë u mbyllet, menjëherë një tjetër u hapet, pa patur nevojë të trokasin gjatë. Ata janë njerëz që fitojnë në lojra fati, që zgjidhen në mënyrë të papritur për një promovim në punë apo që takojnë personin e duhur në momentin më të papritur. 2 optimistë të lindur. Të lindurit në maj janë njerëz që dhe në ditët më të zymta dinë të gjejnë një rrezë drite. Janë optimistë nga natyra, jo sepse s'mund të shohin vështirësitë, por sepse zgjedhin të mos i lejojnë ata që t'i rrëzojnë. Kur diçka nuk shkon sipas planit, ata nuk zemërohen apo dorëzohen, përkundrazi mendojnë, ndoshta kjo ndodhi për një arsye. Mbase diçka më e mirë po më pret. Ata janë ngushëllimi i miqve kur gjithçka duket gri. Ata janë që me bindje thonë, do të kaloj, gjithmonë kalon. Kjo mënyrë të menduari nuk është naivitet, por forcë e brendshme, një fuqi që i mban të qëndrueshëm në mes të stuhive dhe që i ndihmon të ecin përpara dhe kur të tjerët ndalen. Dhe pikërisht për këtë arsye pranë tyre gjithmonë ndihet një dritë, drita e shpresës që ata sjellin me vete kudo që shkojnë. 3. Ata janë të shëndetshëm dhe të fortë. Personat e lindur në maj janë shpesh të njohur për qëndrueshmërinë e tyre fizike dhe mendore. Janë të bekuar me një trup të fortë, me një sistem imunitar të qëndrueshëm dhe me një energji që nuk shtërron kurrë. Nuk somuren shpesh dhe kur e bëjnë rikuperohen shpejt. Trupi i tyre duket sikur është ndërtuar për të përballuar jetën, nga orët e gjata të punës, streset e përditshme apo sfidat fizike. Po përveç trupit të fortë, ata kanë dhe një mendje që nuk thyet lehtë. E kalojnë dhimbjen me durim, sëmundjet me shpresë dhe sfidat me vendosmëri. Kjo fuqi qëndron jo vetëm në gjenetikën e tyre, por dhe në mënyrën se si e shohin jetën, me vendosmëri, me qëllim, me një besim të thellë se gjithçka mund të përballohet. Janë si pemët e mëdha që përkulen në erë, por nuk rrëzohen, dhe kjo forcë natyrale është një nga cilësitë më të admirueshme për ata që kanë lindur në muajin maj. 4. Kanë shumë mundësi në karrierë. Personat e lindur në muajin maj janë si kamaleon në botën profesionale. Përshtaten lehtësisht dhe dinë të shkëlqejnë në çdo fushë që zgjedhin, qoftë në art ku kreativiteti i tyre rrjedh natyrshëm, apo në shkencë ku logjika dhe durimi i bën të dallohen, ata gjejnë gjithmonë rrugën drejt suksesit. Në biznes janë vizionar, mendojnë përpara kohës dhe kanë guximin të marrin rreziqe që të tjerët do t'i shmangin. Në politikë dinë të udhëheqin me mendje të ftohtë dhe zemër të hapur, duke fituar respektin e të tjerëve. Sekreti i suksesit të tyre qëndron në kombinimin e natyrës punëtore, inteligjencës emocionale dhe një qëndrim të ekuilibruar ndaj sfidave. Ato nuk nxejtojnë, por nuk ndalen. Nuk mburren por as nuk dorëzohen. Kjo u jep një gamë të gjerë mundësish në jetë dhe nuk kanë frikë t'i eksplorojnë. Për ta karriera është thjesht një punë, është një rrugëtim që i pasuron sinqerisht
dhe i bën të ndihen të plotësuar. 5. Njerëz të natës. Shumica e personave të lindur në maj ndihen shpesh të gjallë kur dielli perëndon. Ndërsa shumica e njerëzve kërkojnë pushim në orët e vona, këta individ ndihen sikur energjia e tyre vetëm sapo nis të rritet. Nata për ta është moment reflektimi, frymëzimi dhe qetësie, një kohë kur mendimet bëhen të thella dhe idetë të qarta. Në këtë orar, ata mund të merren me shkrim, art, projekte kreative apo thjesht të humbasin në botën e tyre të brendshme. Ndriçimi i zbeti i natyrës dhe heshtja që mbretëron jashtë krijon një mjedis perfekt për të menduar pa ndërprerje. Nuk është çudi që shumë nga vendimet më të rëndësishme apo idetë më të ndritura të tyre lindin pikërisht në këto momente. Pavarësisht se ndonjëherë mund të kenë vështirësi me rutinat tradicionale të mëngjesit, nata është koha kur ata ndihen më të lidhur me vetveten dhe botën përreth. 6. Bebet më të vogla dhe më të ëmbla. Personat e lindur në maj kanë një reputacion të veçantë që fillon nga lindja. Bebet e majit zakonisht përshkruhen si tepër të ëmbla, me sy të mëdhenj, lëkurën e butë, sjelljen e dashur, ata janë si një magnet për dashurinë dhe vëmendjen e të tjerëve. Kanë një buzëqeshje që të ngrohë zemrën dhe që ditën e parë të sjellin një atmosferë të qetë dhe dashamirëse. Nuk është për tu habitur që shumë prindër e përshkruajnë fëmijën e lindur në maj si një dhuratë nga qielli, një shpirt që është i qetë dhe i ëmbël që në lindje dhe që ruan këtë cilësi gjatë jetës së tij. Kjo duket si një nga ato magjitë që i jep natyra atyre që kanë lindur në këtë muaj. 7. Guri i lindjes që bën të tjerët të lakmojnë. Personat e lindur në maj kanë një gur të lindjes që është gjithashtu i njohur për bukurinë dhe energjinë e tij, smaraldin. Ky gur ka simbolik të veçantë që i lidhet me dashurinë, pasurinë dhe prosperitetin. Një smarald jo vetëm që është një gur i bukur, por thuhet se i mbron ata që e mbajnë nga e keqja dhe sjell fat të mirë. Ky gur gjithashtu ka fuqinë për të përmirësuar mendimin dhe kreativitetin, duke e bërë një simbol i shkëlqyer për ata që janë të lindur në maj. Mendimet e këtij guri ata shpesh janë në gjendje të bëjnë zgjedhje të mençura dhe të bëjnë ndryshime të rëndësishme në jetën e tyre. Natyra e smaraldit i bën atë që të ndihen të mbrojtur dhe të frymëzuar, duke krijuar një ndjenjë besimi dhe sigurie që i bën ata të duken të magjepsur për të tjerët. Gjithashtu smaraldi është i lidhur me romantizmin dhe dashurinë e vërtetë, duke bërë ata të lindurit në maj të lakmueshëm për zemrat e të tjerëve. 8. Të hapur për dashuri. Personat e lindur në maj janë shpesh të hapur dhe të gatshëm për dashuri, por mënyra se si i qasen marrëdhënieve mund të jetë e veçantë. Ata janë të sinqertë dhe të vendosur, duke kërkuar lidhje të thella dhe të vërteta. Natyra e tyre i bën ata të dashur, të kujdesshëm ndaj partnerëve të tyre. Ata janë gjithashtu mjaft të hapur për të dhënë dashuri dhe për të mbështetur të tjerët. Ata nuk kanë frikë të shprehin ndjenjat dhe janë të gatshëm të investojnë në marrëdhënie që të ndihen të sigurt dhe autentik. Për ta, dashuria është një ndjenjë që duhet të kultivohet dhe të ndihmojnë të tjerët të rriten gjithashtu. Në dashuri ata janë të ngrohtë dhe përkushtohen plotësisht, gjithmonë duke vendosur një balancë midis pasionit dhe respektit. Ata ndihen të fortë dhe të sigurt kur janë në një marrëdhënie të shëndetshme dhe gjithashtu vlerësojnë hapësirën e tyre për të ruajtur identitetin e tyre të pavarur. 9. Janë të etur për udhëtime. Personat e lindur në maj shpesh janë të etur për të eksploruar botën dhe njihen me vende, kultura dhe mundësi të panumërta, sepse ato kanë një shpirt të natyrshëm eksplorues dhe ndihen të tërhequr nga gjithçka që është e panjohur, pavarësisht nëse është udhëtim në një qytet të largët apo një aventurë më afër shtëpisë. Ata gjejnë gëzim dhe energji sa herë që udhëtojnë. Për ta, udhëtimet janë më shumë se sa një mundësi për të parë peizazhe të bukura. Ato janë një mundësi për të mësuar dhe për të zhvilluar. Ata duan të thellohen në kultura dhe traditat e ndryshme duke përjetuar diçka të re dhe duke krijuar kujtime që do t'i mbajnë gjatë gjithë jetës. Ata shpesh shohin udhëtimet si një mundësi për të njohur më shumë me veten dhe për të përjetuar emocionin e të qenit në një vend të panjohur. Kjo kursëri dhe dashuri për udhëtimet mund të jetë një nga forcat që i motivon ata gjatë gjithë jetës. 10.
Ata janë lider të lindur. Personat e lindur në maj shpesh kanë një aftësi të natyrshme për të udhëhequr dhe për të udhëzuar të tjerët. Ata janë të sigurt dhe kanë një natyrë që tërheq vëmendjen, duke i bërë ata të duken si udhëheqës që dinë të tregojnë drejtim në çdo situatë. Besimi në vetvete dhe aftësia për të mbajtur kokën lart gjatë sfidave i bën ata të dallohen dhe të jenë lider të natyrshëm. Ata janë gjithashtu të shkëlqyer në frymëzimin e të tjerëve dhe ndihmojnë të tjerët për të arritur një potencial të plotë. Të lindur në maj mund të krijojë një atmosferë pozitive dhe motivuese, duke i bërë të tjerët të ndihen të fuqizuar dhe të aftë për të arritur qëllimet e tyre. Në punë ata janë të njohur për aftësitë e tyre menaxhuese dhe janë të aftë të marrin vendime të mençura dhe të kujdesshme. Nuk frikohen të marrin iniciativë dhe janë të gatshëm të pranojnë përgjegjësitë për suksesin dhe dështimin. Kjo i bën ata udhëheqës të shkëlqyer. Nëse njihni një person i cili ka lindur në muajin maj, mund ta bëni share këtë video.